Përshëndetje shenja krepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndapa në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 4 shpata, ylli, asi i shpatave, 10 kupat. Java për ju nis me 4 shpatat, duke treguar se mund të ndjeni nevojën të ngadalsoni ritmin dhe t'i jepni vetes pak më shumë kohë për reflektim. Duket se pas një periudhe që mund t'ju ketë lodhur mendërisht ose emocionalisht, karta tregon se rikuperimi dhe qetësia bëhen të domosdoshme. Kjo nuk është një javë për të nxituar, por për t'i lejuar vetes të merrni frymë dhe të shihni situatat me një mendje më të kthjellët. Pas kësaj qetësie, shfaqet ylli, i cili sjell optimizëm, besim, shërim dhe ndjenjën se gjërat mund të fillojnë të marrin një drejtim më të mirë. Ndoshta mund të rifitoni besimin tek vetja ose të ndiheni më të motivuar ose më të motivuara për të ecur përpara. Kjo energji forcohet edhe nga asi i shpatave, i cili tregon se mund të arrini një qartësi të rëndësishme psikologjike. Pra mund të ketë një ide, mund të ketë një vendim ose mund të ketë një të vërtetë që e merrni ose e jepni, që ju ndihmon të lini pas konfuzionin dhe të shihni më qartë rrugën tuaj. Interpretimi përfundon me 10 kupat, duke treguar se kjo qartësi mund t'ju sjellë një ndjenjë përmbushjeje ose një ndjenjë harmonie me veten dhe me njerëzit që ju doni. Në tërësi, kjo është një javë ku qetësia mund të hapë rrugën drejt shpresës, drejt qartësisë dhe drejt përmbushjes emocionale. Kartat tregojnë se duke i dhënë kohë vetes, ju mund të gjeni përgjigjet që kërkoni. Kartat gjithashtu këshillojnë të mos e nxitoni procesin, sepse qartësia vjen më lehtë kur mendja gjen qetësi. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 5 kupat, 3 kupat, temperanca, kalorësi kupave. Në familje, 5 kupat nënkupton se në fillim mund të mbeteni të përqendruar ose të përqendruara te një zhgënjim, tek një keqkuptim ose tek një situatë që nuk ka ecur ose nuk po ecën ashtu siç ju e kishit imagjinuar ose shpresuar. Kjo kartë nuk tregon me patjetër ndonjë problem yhy të madh, por më tepër nënkupton një ndjeshmëri emocionale që ju bën ta shihni më shumë atë që mungon sesa atë që vazhdon të jetë ende e pranishme. Mund të ndiheni të lënduar ose të lënduara nga ndonjë fjalë, nga ndonjë qëndrim ose nga fakti që pritshmëritë tuaja nuk janë përmbushur ose nuk po përmbushen plotësisht. Megjithatë, kjo është vetëm pika e nisjes, jo përfundimi i javës. Sepse menjëherë pas 5 kupave kemi 3 kupat, e cila ndryshon atmosferën. Karta tregon se mbështetja e familjarëve, ose një takim, ose një bisede ngrohtës, ose thjesht kalimi i kohës së bashku, mund t'ju ndihmojë ta shihni situatën me një sy tjetër. 3 kupat gjithashtu ju kujton dhe ju thot se edhe kur ekzistojnë zhgënjime, lidhjet e forta nuk ndërtohen mbi momentet e vështira, por mbi aftësinë për t'u rikthyer përsëri pranë njëri tjetrit. Më pas shfaqet temperanca, e cila bëhet pika kryesore e këtij kombinimi kartash në sferën e familjes. Temperanca tregon se gjithçka fillon të gjejë ekuilibrin e vet, përmes durimit, përmes mirëkuptimit dhe përmes kompromisit. Pra mund të vini re se secili është më i gatshëm ose më e gatshme të dëgjojë, të lërë më njanë krenarinë dhe të kërkojë një zgjidhje që
i shërben të gjithëve në familje. Pra mund të jeni ju, mund të jetë partneri, partnerja ose një antar në familje. Pikërisht sepse emocionet nuk reagojnë më me nxitim, atmosfera duket se fillon të zbutet gradualisht. Interpretimi përfundon me kalorësinë e kupave, i cili sjell butësi dhe afrimitet emocional. Kalorësi i kupave mund të tregojë një gest pajtimi, për disa mund të ketë një kërkim falje, për disa mund të ketë një bisedë shumë të ndjerë, ose një shprehje dashurie që ndihmon në shërimin e asaj që në fillim të javës dukej si zhgënjim. Në këtë kombinim, kalorësi i kupave nuk premton ndonjë mrekulli të madhe, por tregon se zemra mund të flasë më fort se krenaria. Kështu, historia kalon nga një ndjenjë boshllëku me 5 kupat drejt një atmosfere më të ngrohtë dhe më të ekuilibruar dhe më të afërt mes familjarëve. Në tërësi, çdo zhgënjim fillestar mund të zbutet kur i jepni më shumë hapësirë mirëkuptimit sesa emocioneve të çastit. Kartat tregojnë se komunikimi i ngrohtë dhe gatishmëria për t'u afruar mund ta rikthejnë harmoninë në familje. Kartat këshillojnë të mos lejoni që një moment zhgënjimi t'ju bëjë të harroni lidhjet që ja vlen të ruhen, ama vetëm lidhjet që ja vlen. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi mbreti i kupave, 5 shpatat, 6 monedhat, 10 monedhat. Në dashuri i javanis me mbretin e kupave, pa dallim gjinie. Mbreti i kupave nënkupton një energji të pjekurisë emocionale dhe dëshirën për ta jetuar marrëdhënien me qetësi dhe mirëkuptim. Mund të ndiheni më të vetëdijshëm ose më të vetëdijshme për ndjenjat tuaja, ose të përpiqeni t'i menaxhoni ato me maturi. Pra, pa reaguar në ndikimin e emocioneve të çastit. Kartat tregojnë se kjo është një periudhë ku vlerësohen sinqeriteti, vlerësohet besimi dhe aftësia për të ruajtur ekuilibrin edhe kur situatat bëhen më të ndërlikuara. Megjithatë, kjo qetësi duket se vihet në provë nga 5 shpatat. Pra, për disa nga ju mund të lindin keqkuptime, mosmarrveshje ose biseda ku secili përpiqet të mbrojë këndvështrimin e vet. Në këtë kombinim, karta nuk tregon me patjetër ndonjë krizë apo ndonjë përfundim të marrëdhënies, por më tepër nënkupton rrezikun që krenaria ose mungesa e dëgjimit të krijojë një distancë të panevojshme dhe ndoshta edhe të përkohshme. Kartat ju kujtojnë se ndonjëherë fitoria në një debat të caktuar nuk sjell domosdoshmërisht fitore në marrëdhënie. Pikërisht këtu na shfaqen 6 monedhat, që nënkuptojnë se pas tensionit mund të lindë një gatishmëri më e madhe për të dëgjuar, për të kuptuar dhe për të rikthyer sërish ekuilibrin mes asaj që jepni dhe asaj që merrni. Marrëdhënia fillon të mbështetet më shumë mbi reciprocitetin, mbi respektin dhe dëshirën që të dyja palët të ndihen të vlerësuara. Kartat tregojnë se kompromisi nuk është dobësi, por është një mënyrë për të forcuar lidhjen. Interpretimi përfundon me 10 monedhat, duke treguar se përpjekjet për të rivendosur harmoninë mund të japin rezultate të qëndrueshme. Pra, pas çdo tensioni ekziston mundësia për të ndërtuar një marrëdhënie edhe më të fortë, të bazuar mbi besim, mbi stabilitet dhe mbi plane afatgjata. Për ata që janë në një marrëdhënie, kjo mund të jetë një javë ku ju kuptoni se sfidat e kapërcyera së bashku ju afrojnë edhe më shumë.
Për beqarët, kartat tregojnë se mund të ndiheni më të prirur të investoni emocionalisht vetëm në njohje që ju ofrojnë qëndrueshmëri dhe potencial për të ndërtuar diçka serioze. Në tërësi, edhe nëse lindin mosmarrëveshje, ato nuk kanë pse të dobësojnë lidhjen, për sa kohë trajtohen me pjekuri dhe respekt. Kartat tregojnë se dashuria mund të bëhet edhe më e fortë kur të dyja palët zgjedhin mirëkuptimin përpara krenarisë. Kartat këshillojnë të mos lejoni që një moment tensioni të zbe ndjenjat e sinqerta, sepse mirëkuptimi dhe ndjenjat reciproke janë themeli i një dashurie të qëndrueshme. Kalojmë në punë. Në punë kemi 2 shpatat faqa e shkopinjve, 2 monedhat 5 shkopinjt. Në punë, java nis me 2 shpatat, duke treguar se mund të ndiheni përballë një zgjedhjeje ose përballë një situate ku nuk është ende e lehtë të merrni një vendim të caktuar. Pra mund të prisni më shumë informacion ose të mos ndiheni ende gati për të vepruar, sikur po lëkundeni. Më pas shfaqet faqa e shkopinjve, e cila sjell një ide të re, ose entuziazëm dhe dëshirën për të provuar diçka ndryshe. Karta tregon se pas hezitimit fillestar mund të lindë një mundësi që mund t'ju zgjojë motivimin. Me 2 monedhat, java kërkon fleksibilitet dhe aftësinë për të balancuar disa përgjegjësi njëkohësisht. Pra mund të keni më shumë angazhime ose ndryshime ritmi që kërkojnë organizim. Interpretimi mbyllet me 5 shkopinjt, i cili tregon konkurrencë. 5 shkopinjt nënkuptojnë mendime të ndryshme ose sfida që ju nxisin të tregoni aftësitë tuaja. Në këtë kombinim kartash, 5 shkopinjt, unë nuk do thoja që flet për konflikt, por për një mjedis dinamik ku duhet të gjeni mënyrën më të mirë për t'u dalluar. Në tërësi, kjo është një javë që kërkon vendime, kërkon përshtatje dhe kërkon gatishmëri për të përballuar sfidat. Kartat këshillojnë të mos trembeni nga sfidat, sepse ato mund të jenë pikërisht mundësia që ju të tregoni vlerat tuaja. Kalojmë në prizëm orakël, ku kemi dhimbje. Kjo kartë ju besoj që e kuptoni që nuk vlen për të gjithë ju. Gjithsesi, dhimbja thot se plagët e së kaluarës nuk duhet të përcaktojnë rrugën tuaj, por plagët duhet të bëhen burim force. Këtë javë, përballja me atë që ju ka lënduar, mund t'ju ndihmojë të ndërtoni dhe të ecni përpara. Paç.